Përshëndetje të nderuar teleshikues. Sot kemi të ftuar një person i cili përveç se ishi burgosur politik dhe i persekutuar, është një njeri me shumë pasione. Kundër tyre ka një veçanti letërsinë, kryesisht poezinë. Dhe interesant është fakti se ai ka shkruar rreth 2000 poezi dhe 13 libra. Megjithatë, ai sot do na tregojë më shumë nga jeta e tij. Por si fillim le t'i uroj mirëseardhjen. Zoti Gëzim, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit juve. Zoti Gëzim, jeta juaj ka qenë e vështirë. Duke llogaritur uljet dhe ngritjet, sfidat e asaj kohe, por ju prapja keni dalë. A mund të na tregoni si ka qenë jeta juaj? Po, me dëshirë. Unë quhem Gëzim Beka. Kam lindur në vitin 1948 në fshatin Samatis të Beratit. Jeta ime ka pasur disa nuhatje, e them këtë sepse në familja ime ishte përbesh prej 4 motrave dhe një vëlla. Me punë të rënda, duke ndikuar edhe biografia që neve na lufton dhe ku do shkonim. Punonin punë të rënda e thash, edhe them përsëri, unë isha i vogël, vazhdova shkollën 4 klasë, fshati s'kishe shkollë të vjeçare dhe unë në një fshat tjetër, bashkë me shokët e mi, vazhdova marrova 7 vjeçare. Ishe 7 vjeçare në atë kohë, nuk ishte 8 vjeçare, më bën 8 vjeçare. Kam qenë nxënës i mirë me mësime, mundonim të punonim në kohë kishim të ndihmonin prindrit. Pasi mbarova shkollën 7 vjeçare, më doli një bursë për në Teknikumin Teknologjik Tiranë. Atje u kënaqa që mora bursë, por përsëri ajo luftë klasa në mënditje kudo. Si rrjedhoj, i kishim një temë në artim, natyre e bukur në Tiranë, edhe unë e fillova, sa pa hap dritaren, shikoj dajtjen me rrezet e diellit të arta, u kënaqja njerëzia e tjera, në fund pa ty kam vezi, thashe, një rrezez e zuri rrezen e diellit. Mirë po, doli hartimi me i mirë. Ishte diskutuar në Këshillin Pedagogjik, ose ata të studiosit, bile atje ka marrë pjesë dhe ishte ministri kulturës dhe arsimit. Dhe nxorën që fjala rrezez ishte një fjalë e thënë qëllimisht. Kur unë pa të drejtë, nuk e qoja gabim, sepse unë edhe futa për zbukurim, edhe që të mirë të i kuptim. Mirë po, unë mlodh Këshillin Pedagogjik dhe më tha që të kërkojnë drejtori. Vajta, unë thashu, me gjitha ato lavdërimet që do berin edhe je se do berin për mua lavdërimet. Më thanë, si është e rrezez? Thash, rrezez ishte te artimi, thash, po. Rrezez ishte për të zbukuruar, thash, për të edhe në artimit një njërë tjetër. Jo, na kush rrjedh, kush ashtu, ik, mendova ta kthesh përgjigje. Ditën tjetër, fillom që të bënim një autobiografi si ishte rregullore për të dhenat. Dhe unë s'do të gënjej, po drejt thash që unë rrjedh nga një familje e persekutuar, kishe dajin të arratisur, beri burg, doli, u dënua përsëri për agitacione propagandë. Atë dolin këta. Më vjen një Gazi Degës, bashkë me 2 shokët e mi, një Paulin Ndoja portieri Shkodrës, dhe një me mjemi Demo Korçar, që luan me ekipin e Tiranës.
neve si privilegj të lanë që të rrinim me tuta dhe të dilim të shikoni filmin me liridaljet përhershme. Djeva i knajsi, kur në fund, na marri, na fusi brenda, lap dita, na qonë të rajoni nëmër 3, na thret jetu si do, të thot, pse keni thënë që në autobus keni qeshu dhe keni shkuri parrull që ka rënë në Tiranë, morri kuq, e quanin atëre si virus, dhe ju keni qeshur dhe në talë. Se shë vërtet. Mirë po, mbas 15 ditësh, u bëj një falje madhe në 62-shit, dhe mua më kapi falja. Shokët e mia u dënuan ka 2-3 vjetë, edhe ata dole më vonë, po që mua më kapi falja se donja 13 ditë që të plotësoja vitet e saj. Mbas i vajta, më thirrën lart të Këshilli Pedagogjik dhe më thanë që tani ti do të vazhdosh i shkollë, e quanin në atë kohë të shkolla vagabondave. Jo, thashë, nuk pranova, më dhanë një copë shkresë dhe u largova më shumë. Erdha, vazhdova punën në fshat, jam marrë me sportin, jam marrë me ekipin e mundjes, kam qenë me grupet artistike, si gjithë të tjerë. Por, nuk e dija që unë ndiqesha nga sigurimi i shtetit. Ishim në një aksion në Malinat të Beratit, dhe atje mua më saktuan si përgjegjës i grupit atje. Mirë po, në atë kohë, kishtë dalë nga komandant Mehmeti u rapo thret. Edhe shokë kur ikit, si me shaka, si me ashtu, komandant Gëzimi u rapo thret, mi nivellat e gjithi për pjetë dhe të tjera e tjera. Operativi e kishtë dëgjuar, kaluam aty të zyrë operativit, dhe një vojonano e qonin. Më thotë, kush është përgjegjësi aty? Unë jam thashun, vajde pak të thotë, vajde. E djetë këngën, thotë, komandant Mehmeti u rapo thret, që e ke bërë si Mehmet Shehu, Mehmet Shehu ishte kryeministër, në atë kohë. Jo, thashur, e kanë bëndë disa shokë, mirë por, përveç se i vrejtë edhe i punon, tha edhe ke kujdes. Kur neve në atje kishim dhe vajza, disa djemë të rinjë nga Poliçani, shofera, erë në aty, fillon në i mëremje do të futëshin me forcë. Mirë po, këta djemë, pa djenin time, edhe unë të ishe aty, atë të bëjnë zorën për jashta. Mirë po, ata dolen në prit, disa shokve, 5 shokve, dhe dolin që të qelonin. Mirë po, këta më të fuqishma, si shumë mejtës, e kishin marrë ata dhe jashtë rregullores, nuk i kishin pa i kishin lidhur. Mirë po, të lidhësh që njëri ishtë dënoshen atë kohë dhe tani dënohet. S'ket drejta të torturosh njeri. Dhe më thirrën përsëri, thashun, i thirra ata dhe bëra një vretje. Nese, kur vinë, marojnë për atë, vinë në fshat, se ishë fshat tjetër, fillova punë. Ishte behar, mu e korrik. Unë shkoja me shokët e mi në plazh, me i biciklet, kishim dhe i top. Ku aty më thret, po ajo operativ, unë se dija që kishtë ardhën të transformën në fshatit tonë, më thret edhe më thot, ti e Gëzimi, po, ndalën që aty, thash unë po ikit, të plazh, ndalën thaja filani. Po mirë thash, a ishte hetusim që më mori në asaj. Më thot mua, ti nuk sillesh akoma mirë, kërkon më dragoj, duhet vetë të qedhësh flokut, të bësh këto tjerat. Unë e kundërshtova, i ri që isha, po pa ditur tani. Kur mbas 10 ditësh, më arrestoj.
ati e duke punuar, vjen më rrethoj 20 policë, bashkë me një shokun tim, ka vdekur ai tani, edhe na lidhin. Ku shikohun qeta vullnetare me 200-300 vetë, së kur neve kishim vrarë një njeri, na arrestuan, janë të nuar me 9 vjetë heqje lirie për realizacion e propagandë neni 55. Në këtë kohë, nejta 6 muaj, që të tregoj, torturat më njerëzore që u beshin për torturat të burgosëve, në birucat, nga policia, nga hetusi. Hetusi im, theme imi që kishte më patronazh, me qellonte sa herë të donte. Një natë vjen marrin në ora 12 natës. Unë kisha bërë një këngë, një tekst këngësh, për një këngë që u dha në festivalin e Gjirokastër nga grupi jonë, dhe ai këngë zuri çmimin laureat në festival. Hetusi e dëgjoi dhe e dinte kush ishte, më thot mua, më dërgoi 2 policë, erdhën të më lidhen, më nxorën për jashta, edhe më thanë, aty të ke zyre atia, do të dëgjosh këngën tënde, edhe po ti thaj, pas ke bërë në me teksti, tha, ke morryer, tha, shdeshe ti, tha që ke share, ke bërë, s'ke pranur asë gjë. Gjotësh, unë, jo se nuk e dua shteti, po unë, atë që kam, thash unë e kam thënë, po ja ti edhe mua kundërshtove. Ese, na morë, na quan në Spaq, me një autobus, të lidhur, do më dhëna një autobus, rruga për në Spaq ishte aqe rrezikshme, aqe keqe. Vajtëm, kur vajtëm në aty, në lanë atë ditë në Kaush. Kaush ishte një dhome madhe ku grumulloheshin nga gjitha kampet e tjera, dhe atje takova Dhori Grinjotin, se ka vdekur tani, ka qenë ish boksier i Shqipërisë, mirë po ndalua boksi, ata bënin boks fshevra, i dënuan dhe ata. Edhe i Demir Pojani që është gjatë sot. Më thamë, për qa ke në burg? Thashu, asë unë vetë se di, për qa pranore? Dhe pranore thashu nga tortura. Mirë, më dhanë për të ngramë, se kishit në erdhje ushqimi, më dhanë për të ngramë. Bas 3-4 ditësh, na nisë për në Spaq. Në Spaq, nga ka ushqit i Tiranës kështu, në Spaq na pritën disa shokë, si kur e dinin ata, dolin për në prisin. Se autoburgu vinde njërë 3-4 ditë, njërë 5-6 ditë mbushësh, edhe dolin. Mirë po, në kranë më tanë të përvojt ishin ordinerë. Edhe kur zbritëm neve, 2 vetë na tha i kjo armit kaloni këte, këta janë këte, tha. Vajtë na pritën, thashmu, tani s'kish parku, pashu këtheva ka këte mbushur, mbi 800 burra, me kapelet të bardha, me ropet të gri, ashtu kafet, edhe vajta. Në pritën mirë, u hap porta, pritën mirë, nga e, nga sje, qa ke bërë, qa s'ke bërë. Dhe, kur shikohu, u afru një nga një, i pari më vjen një Veli Dollani, nga zona jonë atje, një rapo nga zera nga Fjeri, një Gjigj Dragoti prap nga Fjeri, dhe më thanë, hajde tani, më dhanë një dyshek me kasht, 2 batanie nga ato të vjetra të Italisë, që kishi kelë, dhe më thanë tani do shkojmë të kuzhina, do pip kafe, të kafene, qa kafene ka këtu, thashë, kur vajta unë, ati ishte kuzhina private, e bërë me 2-3 gurë këshu, e rrethuar me ene, me shu qa kishë, çdo njeri kishë personale, më bënë kafe, më dhanë për të grenë,
Dhe, mirë po, vajta për të fjetur, së vëzit e gjumit. Edhe nga evo, lodhja e ashtu, për të nesme, duolëm, ne edhëm disa kohë në papunësi, erdi muaj, më kërkuan, më qorën tek trupat. Pasi punova atje të trupat, atje ishte bora, në një përrua, edhe kur shkonim të banjot, do të hapi me tunel, me lopat do punonim që të shkorim atje. Dhe, vajtëm, më thëri, na thire emrin aty filani, dole dhe unë, më thanë, jo, do shkosh galeri. Ajo ishte, atë ditë ishte datëlindja e diktatorit. Dhe na nxorën punë. Aty vjen një komisar, burri vjetër ishte ai. Më thanë që futu ti i pari. Do futu unë se ti kanë dila nga ta me... Vajtëm atje, pash vagon ato. Një vagon, madhe kështë disa ton pirit. Mirë po, edhe në qikë të lodhë nga Beroca, shoku im ishte me i fuqishëm. Më tha mua, hajde ti tha të shtrym, tha më shumë do shtrym dhe i, sepse a ishte me rahu në atë punë. Mirë po, në rap, ajo furgonin a u këthu e këte, kemi nejtu gjysore sa ashtu. Për se si thona se i fati jemi që atë ditë nuk u realizuan onë. Na kanë marë, na kanë lidhë mbas shtyllës dhe sa janë shokët e tjerë, na lëshuan, vajtëm, bëm normë, ikën. Kjo ishte jetë e keqe atje. Mirë po, para ca kohësh në, si themi neve në u bërë revolta e Spaqit. 1973, 21 deri 23 maj. Mirë po, kampi Burgut ishte i dënuar. Nuk na lejonin, për shembull, ushqimet të vinin. Nuk na lejonin të bënim takime familjet, por një gjë është e vërtet që atje edhe letra, bëra një letër nënës. A mund të na lexoni letrën? Po, ja, të lexojmë. Unë këtu e kam të librim. Spaq me 20/2/1984, letër nga burgu. E dashur nën, e dashur grua, të dashur fëmijët e mi që ju dua shumë. Jam mirë me shëndet, ashtu gëzoj dhe për ju që jeni mirë. Letrën e mora dhe u gëzova shumë që jeni mirë, gjithashtu për fëmijët janë mirë. Mos u mërziti se së shpejti do të dal nga burgu. E dashur nën, jam dënuar shumë, po ti mos u mërzit, se njeriu më dënoi. Jo zoti, prandaj bëj kurajo sa do të jemi shumë shpejt bashkë. Unë, si unë, ka dhe të tjerë, jemi bashkë ndihmojmë njëri tjetrin, duke të kujtuar shkruaj dhe vargje. Syri më qanë, dora më dridhet. E dashur nën, letrën e mora, për sa t'i shkruaje të gjitha i kuptova. Përgjigje po të kthej me shumë mall, dora po më dridhet, syri po më qanë. Ju mos u mërziti, e kuptoni vetë, një e mirë do të vi shpejt, do të dalë shpejt nga burgu. Nën, bezdis do t'a kesh, gruan dhe fëmijët mi kesh kujdes, se për ata, baba, në vend tim do jesh. Shumë e bukur. Faleminderit. Është një letër e cila ka sjellë shumë nostalgji, besoj edhe për juve. Këtë letër unë e kam dërguar me një ordiner që lirohesh, i futa në xhep dhe i thash i qohet... Domethënë nuk pranohesh të dërgoje letra? Letrat hapshin edhe nuk i dërgonin këto të tilla letra. Hapshin nga të tjerë, nga operativi. Dhe i tha,
Kështu vazhdoj deri në fund, me vojtë e mundime, me ushqime shumë të dobta. Tani, si që thashtë në fillim, në revoltën e Spaqit, vete një punëtor, nuk ishtë bërë normën e marrë i Fosi Biruc. Mi pa i e u revoltua, filloj të zjesh me policë, vjen policia dhe në sy të dënuarët e qellojt, bie pandemia, atëre shpërtheu revolta e të burgos politik, edhe është një nga revoltat e para, revolta e Spaqit, ku u përleshën me policin, aty filloj që të luftoni trup për trup, erdhën nga Tirana me forca speciale dhe fillon arrestimin. U përshkatuar 4 veta, 67 të dënuar. U dënuar nga 25 vjetë dhe të tjerë morën dënimin shtesë. Përveç atë që kishin, morën dënimin shtesë. Po ju a kishit frikë për jetën tuaj? Urdhëro? Po ju a kishit në një lloj frike për jetën tuaj? Po frikë, ati na u shkëllu shumë mendja dhe jo shfytë si thoshim ne do shmëtonim dhe do vdisim, se ati pra të punishim. Ati e kishte një gjë. Cila ka qenë gjë që i druheshit më shumë, ndoshta të linit familjen pas? Jo, ati ne ishim për punën, si e themi në punë pa paguar. Duhet të bëja normën, duhet të zjej peririt, gjithmonë diktatura qëndronte mbi krye, shteti ishte i egërsuar, ne na qonin kështu, kur vdiste një i burgosur politik, thoshin, se njëm pak, njarën mikë pak. Përsa i përket të tjerove për shembull, ushqimi ishte shumë e dobët. Disa vdisin nga sëmundjet, disa vdisin nga uria, disa ishin të moshuar, edhe nuk e rezistonin dot. Klima ishte shumë e keqe, të gjitha këto. Pra ju jeni një nga të mbijetuarit, domethënë. Ishte burgosur dhe një nga të mbijetuarit, se shumica akoma nuk di ku ka varë, i varrosin për, si themi ne për ato përrejnë, edhe sot e kësaj dite nuk kanë gjetur eshtat e tyre. Nënat e tyre nuk kanë se ku të bëven një të flulli dhe të qajnë, se nuk kanë varë. Janë zhduku varet, janë prishu, janë shkatëruar, e gjithë të neve ishim të forte dhe rezistuam pjesa tjetër, sepse na mbronte i guximi. Kjo luftë bëhesh sidomos për shtresën tonë, që lindën nga familjet e mdhaja, që u sekustruan, u dëbuan në përfshatra, u dënuan. Tani në momentin që e ktheni kokën pas, çfarë mendimi keni? A keni ndjesi negative për të shkuarën tuaj, ndjeni hakmarrje për njerëzit? Jo, unë nuk kërkoj, edhe shumica nga jo, ne s'kërkojmë hakmarrje, por neve gjithmonë duam paqë. Unë kam një rast, do të thonë do njeri edhe nga teleshikues që e kam njohur, ose që më kanë njohur mua, etusim, kur dola nga burgu, që do të thosha më vonë, po me që bere pyetjen, kur dola nga burgu, morëm ato letrat me vlerë, ato ishin pa vlerë, në fakt, dhe aty në zyrë, bëm një kërkesë, kur pash etusin tim, mu e rësyt. Një jetus tjetër, që më patë thirru njëherë mua për një diçka tjetër, i erdi keqë, më tha mua, hajde këteti, më tha mua. Po i është filani, thashu Guraziu. Guraziu mund të gjoj edhe në emisionin këtu. Po, thaj.
nuk durova dot. E mërtheva dhe e mora zvar nga shkallë e zora poshtë. Edhe me shkel. Që a i do ndë vrarë, po unë nuk doja që të nga të rëshja me këta punë, edhe vazhdoja të jetoja se thamë që do të falim, po kur e pash që nuk më sajdisja, nuk më hapi dera se më njifte, unë pyeta. Mirë po një atje ishte një nga ata erojët e gjykatës, më tha, ishte malsore, e njofa nga gjuha, më tha. I këtha se u lajmërua policia. Kalova në për ato palatet aty, sa dola zura atë dhe ika. Tani, përsa i përket lirimit, unë jam liruar me lëvizjet e demokracisë. Dhe akoma kishim për bërë dhe 3 vjetë të tjera, unë bëra 7 vjetë e 6 muaj, nga nënë që ishim. Mirë po, do të thojë do njeri nga që të ore ti dole shëndosh, pse e kujtojnë, jo. Plagët e mija edhe të shokëve ndi, akoma nuk jam shëruar. Ne kemi vojtë shumë. Herën, u liruam si gjithë të tjerë, filluam që të kontribonim për familjen, për ashtu. Një gjë është që të tregojnë, kur erdha gjeta nënën të sëmurë, të gërmulluar farefisi, si që janë ato të pleqerisë, duke i njohur buzën me shami, ose me pambuk. Dhe fillova duke qarë, duke ashtu, duke edhe nga gëzimi që dola. Mirë po, ajo nuk rroj. Ndajti 3 muaj me mua dhe vdikje. Unë, në basë asaj kohe, ishte demokraci, kam ardhur tani jetoj në qytetin e Fienit. Lash gruan, me jetë fëmijët ishin rritur. Sot jam në qytetin e Fienit, punova, jam në pension, kam punuar, fëmijët e mi i kam në punë, të martuar me fëmijë, dhe jetoj si gjithë të tjerë. Tani, them dhe një gjë që edhe shokët e mi që kanë vojtur, edhe tani në demokraci, ne nuk na është realizuar ajo ëndra jonë. Sepse, kur shikojmë që të gjithë ata diktatorët që përdorën forcën e neve, nuk po them diktaturë, po diktatorët, edhe kriminalat janë sot, janë bërë afaristat, janë bërë ministra, shikojmë sot në kuvend që janë bitë e tyre, ata janë më të egrë nga jetrit e tyre. Zyrtar në përzyra, kryetar komiteti, kryetar partish. Tani, që të them më gjatë për këtë ndodhi, unë uroj edhe përshëndes të gjithë shokët e mit, edhe ju teleshikues, që ajo kohë mos ardhë kur. Atëherë, zoti Gëzim, pasi ju keni dalë nga burgu, keni bërë një poezi për kohën e Spaçit. A mund të na lexoni? Po, unë urrejtjen time e kam shprehur me poezi, edhe për burgun e Spaçit, që e kam këtu te ky libri dhe të lexoj. Po, jo se kam nostalgji për Spaçin, po më kujtohet ajo vdekjet dhe vrasjet që bëheshin në syrin tonë. Kam një poezi që nuk e kam të ky libri, që si për një ngoricë para burgut, ishte vendi ku varrosin të burgosin. Ajo, më duke suku qante
mbi varret e tyre. Varret të tjera, siç I thashën pak më parë, gjenden në çdo vend të Spaqit. Por neve akoma si kemi gjetur. Nuk e di se ku janë. Tani ti më pyeti që ke bërë poezi, po kam bërë edhe për Spaqi kam bërë për jetën e mirë, për dashurinë, për miqësinë, për shoqërinë, po lexoj këtë të Spaqit me që më bëri pyetje. Turma njerëz në errësirë, ecin varg të rreshtuar, rojet anër si e gërsirë, ulërin të tërpuar. Janë bijtë e Shqipërisë, që u mohua liria, e kërkon pose jetën, mirë Shqipëria. Në kampe rrethor me tela, shumë vdiqin pak janë gjallë, punuar në përminira, nga nën toka nxjerrin mineral. Si shkrevër punojnë të zinj, larg familjes, larg shtëpisë, dhem për dhem me vdekjen për qefin e tiranisë. Diktaturë zinxhir e tel, që sundove 50 vjet, ca jeton si pashallar, shumica keq e më keq, dhe sot janë bërë pushtetarë, me kollare shesiment, jo pashallar, se so hyrja si gjem. Shumë e bukur, shumë breslënse dhe goxha kreative nga ana jote. Fakti që keni shprehur gjithë ndjenjat tuaja në një poezi duket shumë tërheqëse dhe të bën që të interesohesh për të kuptuar se si ka qenë ajo kohë. Por megjithatë, le të kthehemi pak pas në kohë se si ka nisur karriera juaj. Unë kam filluar të shkruaj që në moshë të vogël. Por në atë kohë, siç e thash që njolla që kishim si kulak, si armiq, nga familja, nuk na lejohesh që ne të botonim. E të shkronim kështu për veten tonë, disa I kam hedhur në libër kohët e fundit, vajnë mend që kam qenë në moshën 18 vjeç, punonim në Berat, në heqim dherat e një pastronim trotuarin, dhe atje pash tek një lajmërim që thohesh që në datën 20 korrik bëhet një konkursi fjalës artistike. Më thonë shokët mua, tani ti ke bërë dhe kështu pjesë humoristike, shko dhe ti merr pjesë. Vajta u paraqita. Dhe mora pjesë, si themi neve atë fletën çfarë ishte shkruar brenda, e hapa, pash që një monolog dhe një parodi ku të luftohen zakonet prapanike. Ishte në ato vite kur ishin prishur kishat e xhamiat, qushin zakone prapanike. Puna private ishte pa lejueshme qushin të gjithmonë luftohesh puna private. Edhe këto shkrimet si thash nuk lejoheshin për neve. Unë vajta, mora dhe fillova shkrova. Nuk e dija, thash të shkroj një, ku mbas 10 ditësh, më thërresin, më thonë që dil, sepse ke një dhurat, po në një flet nderi, si çmim të parë, ke fituar vendin e parë. Unë nuk zova, thash të marrësh një vend të parë, se mos në atë kohë. Dhe I kënaqur në shtëpi. Mund të na recitoni poezinë që kishte shkruar? Po do ta recitojnë, po do më I mend apo jo? E titullohesh Zakonet prapanike. Je bëm mbledhjen, vendosëm,
shvendosë. Në shfat të patë vendosur të gjithë zëtu me gojë zakonet prapanike ne do t'i luftojmë. I pajgjes s'bajti fjallet, ish janë i gjithë s'ka besë, se ndryshe fletë mledhi në shtëpi ka autoritet. Si janë, Gjalloni, Trifoni, në shatin tonë, ndryshe bëjnë e drishe thonë. Disa me pajtë madhe, qupat i martojnë, 3 kamionë mbushu plotë dhe do si transportojnë. 2 shek me lesh, qentra, zhuri, pellush, vanamuri, kompletet e veje, filqane, kafe, të tjera pa mas, mobili vin pas. Në borgj familja mbetë, si peshu nges të rjetë. Ka që është poezia, mbas 10 ditësh, më thresin, më thonë, paraqitu tek shtëpia e kulturës. Më dhanë një certifikat i çmimit parë, unë u kënaqa, vazhdova pasaj të shkruaj, më dha shumë favore ajo, më mirë që më dha energji që të shkruaj, edhe sot e kësaj dite shkruaj. Shumë e bukur edhe poezia, por çfarë ka qenë një gjë që ty të ka motivuar më shumë gjatë kohës? Gjatë këtyre viteve që ti ke shkruar libra? Unë thash, kam 13 libra me tituj të ndryshëm, kam poezi, fabula, humoristike si punë, kësej i thonë, kam bërë dhe tregime nga burgu, tregime nga ushtria, të gjitha i kam rënditur, kam mendim ose kam dëshirë të bëj dhe një libër të 14-in edhe për të shkruar do shkruaj. Sot i gëzim, unë ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj. Faleminderit dhe juve, kënaqësi që mora pjesë në televizionin tuaj. Të nderuar teleshikues, ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miru takoshim.